Feja islame, fe mesatare dhe e lehtë. Me fe mesatare nënkuptojmë që nuk do të shkohet që të merren gjërat krejt, ose të lihen krejt, ose të vështirësohen çështja në marrjen e tyre, në veprimin e tyre, ose të asgjësohen dhe të neglizhohen, për me kuptuar më thjesht. Sepse ligjet, rregullat, argumentet kuranore dhe hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam pothuajse të gjithat janë kështu. Allahu xhaleshanu përmes kësaj feje nuk ka dashur ta ngarkon njerëzimin, por ka dashur t'i rregullon jetën e tyre. Dhe na kemi thonë diçka më herët se nuk guxon askush të friksohet nga feja, po përkundrazi duhet të gjenë rahatin dhe qetësinë duke praktikuar. Dhe neve sot me shumicë na friksojnë nëpër media dhe ndoshta edhe ligjërues të ndryshëm, aq shumë na vështirësojnë fenë, sa që shumica e njerëzve të thonë syne maj, heq atëherë sa të moj edhe shkon deri te lania. Feja është motiv për jetë, jo me ta ftof jetën. Sepse kështu janë ajetet kuranore dhe kështu është praktika, porosia dhe jeta e pejgamberit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allah në Kur'an na ka treguar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah nuk i ngarkon me përgjegjësi njerëzit përveç se ata sa kanë mundësi me i përballuar. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam pikërisht për këtë thot khairul umuri awsatuha. Gjërat më të mira janë ato që janë mesatare. As nuk shkohet në ekstremitet, as nuk shkohet në neglizhencë, po të merren gjërat të cilat i ka lejuar feja, bile edhe i ka porositur, bile dhe ka vendosur rregulla për të gjitha ato, vetëm se mbetet e jona ta kuptojmë drejt edhe ta jetojmë atë që të motivohemi dhe të jetojmë jetë të lumtur përmes fesë, dhe asnjëherë mos friksohemi se feja na vështirëson jetën. Mesatari ose me mesatare, të cilën feja islame pra është pjesë kryesore e saj, na kuptojmë se kjo fe përmes saj është fe mesatare dhe është fe e barazisë. Është fe e drejtësisë dhe është fe e hakut. Është fe e mëshirës dhe fe e tolerancës. Gjithashtu është fe e dashurisë dhe është fe e vllazërisë dhe bashkëjetesës, vllazërisë mes muslimanëve dhe bashkëjetesës me të gjithë njerëzit e botës. Allahu Kur'an thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhamedit alayhi salatu wassalam i thot: "Ty nuk kemi dërguar për gjë tjetër përveç se mëshirë për njerëzimin." Dhe mëshira është që ta pranojnë të gjithë, ta duan të gjithë, ta kapin të gjithë dhe jo të friksohet dikush prej saj. Ky është ajet kuranor dhe ky është një sinjal hynor nga Zoti se qëllimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe qëllimi i kësaj feje është mëshira, urtësia, toleranca, butësia dhe jo agresiviteti dhe vështirësia e jetës, ndoshta në thojza themi përmes fesë ose ligjeve fetare. Ose ajeti tjetër që thot: "Wa ja'alnakum ummatan wasata." Allah thot: "Na ju kemi bërë një popull mesatar. Li takunu shuhada'a 'ala an-nas." Që ju të jeni dëshmitar për njerëzit, domethënë ju të jeni ata të cilët do t'ju marrin lakmi njerëzit për këtë mesatarën me të cilën ne ju kemi bërë juve ashtu. Wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Dhe Rasulullahi, pra Rasuli, pejgamberi, do të jetë dëshmitari juaj për këtë në ditën e Kiametit. Pastaj edhe ajetet të tjera
në këtë kuptim të cilat tregojnë se të gjithë që e kanë shfrytzuar lehtësimin në fe, tolerancën në fe, kanë jetuar jetë të mirë, ndërsa të tjerët kanë patur vështirësitë e tyre në jetën e tyre. Si popull mesatar dhe si fe mesatare ne po e shohim se Zoti na ka zgjedhur. Nuk është asaj hoxha as ky hoxh që don mi animu vallahi pak islamit, edhe po ja lehtëson. S'ka kompetencë. Zoti e ka lehtësuar. Allah është ai i cili ka thonë është fe e mëshirës. Allah ka thonë se ju kemi bërë me fe mesatare dhe popull mesatar. Kjo është zgjidhje e Zotit, nuk është zgjidhje jona. Andaj besimtarët musliman janë të privilegjuar dhe janë të dashur dhe shumë të nderuar nga ana e Zotit kur kanë një Zot, një Allah, i cili atini ju sjell një rregull të jetesës, të qetë, të lumtur, të kapshme, të mundshme dhe e quan mesatare. Sepse vetëm përmes kësaj ne mund të jetojmë jetë të lumtur, jetë të mirë, jetë në një praktik edhe të fesë, edhe një jetë shumë normale, vetëm nëse i marrim gjërat të kapshme për të gjithë, jo vetëm për ty ose për mua. Pastaj qetësia dhe jeta e rehatshme nuk mund të jetë ndryshe, përveç se njeriu kur vepron atë që ka mundësi. Pastaj ta ndjen edhe mundësinë e tjetrit, jo vetëm mundësitë e veta. Pastaj gjithashtu një bashkëjetesë dhe një ndihmë mes njerëzve. Pastaj që të jetë një kombinacion mes të pasurve dhe të varfërve, sepse Allahu pra i ka krijuar ashtu dhe jeta e lumtur dhe e qetë asnjëherë nuk mund të zhvillohet me dëshirat e njerëzve, por të zhvillohet me atë që ka porositur Zoti. Të zhvillohet një jetë dhe të jetohet me ato që ka parapa Zoti dhe e ka porositur pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wassalam që të jeton ato dhe ne ta marrim model dhe shembull në jetë. Mesatarja për të cilën flet Kurani dhe kërkon prej neve, ajo është që ti bashkërendojmë gjërat mes kërkesave të Allahut dhe mes nevojave të jetës tonë. Kështu i ka bashkërenduar Zoti. E na nëse nuk dijmë apo nuk dojmë, ajo është dobësi e jona dhe nuk janë defekte fetare, ku me të cilat po bëhemi një shembull ndoshta shumë i keq për jo muslimanët që të na marrin si model dhe shembull negativ dhe pastaj të na urrej neve, ta urrej edhe fen dhe asnjëherë mos mendojnë që ata të hyjnë ndonjëherë në këtë fe. Me mesatare, të cilën pra feja jonë kërkon një lehtësim, një tolerancë brenda kësaj feje, është që ne ta pranojmë botën ashtu si është. Ta pranojmë njerëzimin ashtu si është. Sepse nuk ka mundësi kur kush kërkon me zor ta ia imponon një pjesë të jetës ose qoftë edhe çështjet brenda fesë. Allah në Kur'an thot la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe ose thuhet nuk ka me zor me e fut kërkon në fese deri nëse s'ja ka leju Muhammedit alayhi salatu wassalam që njerëzit me zor t'i fut në fe, atëherë neve nuk na lejon edhe ma hiç. Kjo mesatare kërkon që t'jetë mes shpirtërorës, pra mes njeriut raportit mes njeriut dhe Zotit, dhe mes kësaj bote raportit mes njeriut dhe jetës. Mes njeriut dhe Zotit, Allah në Kur'an ka thënë fattaqullaha mastata'tum. Përgjigjuni Allahut aq sa keni mundësi, farzët janë të kapshme. Ki mundësi me fal 20 rekat namaz natë fal. S'ki mundësi fali 2 rekat. S'ki mundësi kur gjo me bo me rabdes bjerë prej qep. Domethënë është një mesatar, është një mundësi, është një hapësirë që tu ka dhënë. Nuk ka ja që shtu janë ndryshe, jo. Fattaqullaha mastata'tum. Pastaj ajeti koranor i cili ka kërkue që ne ta bashkërendojmë jetën, raportin me jetën dhe raportin me Zotin, është wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah.
Nëse ti s'mundesh, ku me di sa me bo ibadet, atër me qatë punë që ta ka dhonë Zotin dunja, ti me qato fitoj ahiretin. Do me thonë, je punëtor, punoje për hirtë Zotit, punoje drejt, punoje pa hile, punoje pa harame, punoje pa mashtrime, me një jetë për Allah, me qato ti e fiton xhenet. Jo, ndoshta me 20 reqat, e 30 reqat, na filet natis, ose edhe me agjerime vullnetare. Kjo është më primare, më e mundshme, më e kapshme kjo se sa, ndoshta ato të tjera të cilat i bon edhe si me zonë. Allah në Kur'an thot, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah." Fitoja ahiretin me çfarë ka dhënë Zoti, "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Edhe mos e harro hisën tënde në këtë dunjallëk. Zoti të ka falë këtë botë. S'ka falë këtë botë i jesh rob, por të ka falë këtë botë që t'jesh përgjes ka vendosur Zotin këtë tokë. T'jesh ti ta bësh fenë tënde krenarme me angazhime dhe aktivitetet e tua. Këtë Allahu xhaleshanu prej neve e ka kërkuar. Dhe kjo nuk bëhet ndryshe përveç nëse merren përsipër këto ajete koranore të cilat i lexuam dhe shumë të tjera. Dhe kurse për hadithet do të flasim në ligjëratat e tjera. Me këtë mesatare, Allahu xhaleshanu nuk kërkon asnjëherë që na të futemi thellë në adhurimet fetare që nuk mund t'ia dalim pastaj. Nuk kërkon që me adhurimet fetare të izolohemi nga jeta, por kërkon që ta jetojmë edhe jetën, po dhe raportin me Allahun të mos e harrojmë asnjëherë. Në një ngjarje pejgamberi alayhi salatu vesselam shkuan 3 persona të shtëpia aty dhe i pyetën gratë e pejgamberit alayhi salatu vesselam, cili është ibadeti i Muhamedit alayhi salatu vesselam. I treguan se Muhamedi alayhi salatu vesselam jeton jetë familjare, falet natën, flen, agjiron, han, do më thonë, është ndoshta në atë mënyrë edhe me relax dhe të tjera. Këta njerëz kur i ndëgjuan këta, thanë, jo, kjo është për pejgamberin, na duhet shumë më shumë me bo. Se nëse pejgamberit që këtë pe bojka, e Zoti ja ka falë kej gjunat, neve na duhet hala më shumë. Edhe vendosën, njoni vendosi prej tyre dhe tha, unë nuk do të bëj gjumë kurmë, gjithë natën do të bëj veç namaz. Njëri prej tyre tha, unë do të agjëroj deri ku të vdes, për ditë. Nërsa tjetri tha, këtë relaksin tha, nuk do të kem punë më me familje, nuk do të kem punë as me grue, nuk do të martohem fare, edhe do të jetoj jetën kështu, ti përkushtohem ibadet veç Zotit. Me na pyet neve me thonë, mashallah na thojmë, po çështu duhet, ama na thojmë kështu. Kur u kthye Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe ndëgjoi për ta se çka kanë vendosur, dolin hutbe dhe tha, po ju njerëz, kam dëgjuar për disa prej juve që kanë ardhur, kanë sqaruar adhurimin dhe kanë marrë vendime çështu dhe çështu. Tha, nuk e kanë mirë, sepse unë tha jam njëri. Unë tha edhe flej edhe falem. Unë edhe agjëroj edhe ha. Dhe unë e jetoj jetën familjare, ndërsa vendimet e tuaja duhet të ndryshoni se janë të gabueshme. Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk ja pëlqej. Na më kon kishme thonë, valla bash mirë. Jo, Muhamedi alayhi salatu vesselam nuk ja pëlqej. Por kërkoj që ata ta bashkërendojnë mes jetës edhe mes raportit me Allahun xhaleshan. Pra kështu e kërkon kjo mesatarja jonë që na këtë fe me të vërtet ta kuptojmë një mirë dhe pastaj ta jetojmë ashtu sipas këtyre ajeteve. Mos t'i teprojmë shumë gjërat, sepse nuk e kemi atë komoditet dhe atë hapësirë kohore sot që ne krijojmë atë vështirësie, atë ekstremitetin, ose ta ngarkojmë vetëm me gjëra të cilat as Allahu ndoshta nuk do të jetë i kënaqur. Nuk do të jetë i kënaqur as Muhamedi alayhi salatu wasallam. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në fund bisedës për ata njerëz ka tha, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Ata që nuk veprojnë sipas sunetit që unë po veproj, nuk janë prej meje. Nuk janë prej meje. Kështu e tha. Andaj, nuk gëzojmë në fe ta ngarkojmë ose në emër të fejes dhe t'ja qesim edhe këtë çështje fejes të cilën nuk e ka dhe të tjerët që nuk janë musliman ose që janë musliman me pak praktik të friksohen prej saj, sikurse edhe
jemi në kohën kur këtë bota po fiksohet sot prej secilës fe. Sepse duke i vepruar veprimet në ekstremitet, duke e paraqitur fejen si frikë, duke e paraqitur fejen se shumë zorë bukon fetare tjera, njerëzit ndoshta edhe po e luan krejt. Jo rastisht, edhe këtë po ja them. Jo rastisht sot në përbot, pikërisht në Arabinë Saudite kemi shumë raste të cilët po flitet për ateizmin. Çka është ateizmi? Dalja nga feja, lonja krejt fejës. Kemi analistë të cilët a diçka kanë konstatuar. Se ka shumë, do më thonë, publikisht është dalin për i tyre duke e gjetë vetën të shtrënguar. Dhe sot kemi një ateizëm i cili po shfaqet pra me shumicë.